Ajo që profeti alayhis salam deshi që të ndërgjegjësoj prindërit është fakti që jeni përgjegjës, do të jepni llogari për këtë punë. Kështu që nuk është se adhurimi i Zotit mbyllet thjesht me një namaz që e bën njeriu apo me një agjërim që e bën njeriu, edhe për edukimin e familjes, edhe për kujdesin ndaj familjes, njeriu ka përgjegjësinë e tij dhe babai ka barrën kryesore. Hadithi nuk përjashton këtu as nënën. Pra, përkundrazi nëna është më njëherë mas babait dhe është quajtur baresh edhe ajo për përgjegjësitë që ka në familje dhe përgjegjësia kryesore që ka një nën është përkujdesja ndaj fëmijëve, edukimi i fëmijëve, mësimi i fëmijëve, dhe çdo antar tjetër i familjes që mund të jetë pjesë e familjes, varet nga përgjegjësia që ka, përsëri ka detyrim dhe ka, atë përgjegjësinë për të qenë i kujdesshëm ndaj detyrimeve që ka brenda familjes.